Kam qenë me bindjen që Berisha nuk duhet të kthej, madje, domethënë nuk duhet kishte qenë pas kuindave dhe kur kam qenë përballë me zotin Berisha, ja kam thënë që edhe nëse ai ankohet me idenë që ishte zhgënjim zoti Basha, problemi është që zoti Basha ai e mbështeti në 2013, ai e mbështeti në 2017, ai e mbështeti në 2021. Pra, domethënë nuk është se e kam mbështetur vetëm një herë dhe gaboj, apo domethënë ka qenë një lloj raporti shumë i rëndësishëm dhe për më tepër nuk është se e gjykoj atë pas një humbje siç mund të ishte 2021, thoshte ik shtëpi, por i kërkoi të ikte vetëm pasi mori një vendim kundër tij. Pra, në këtë lloj pikë nuk ka më moral të shqetësimit për qytetarët. Domethënë ishte tërësisht dhe un kam pas bindjen dhe kam akoma që pjesa më e madhe e demokratëve kanë refuzuar, domethënë pas asaj ngjarje të 8 janarit 2022 ku u godit shtëpia, domethënë dhe shumë qytetarë mendojnë që një njeri që godet shtëpinë e tij për ta marrë me dhunë nuk mbron më shtëpinë tonë, domethënë nuk mund të jetë më ai zoti që të na japi atë garancinë që do mbrojë shtëpinë tonë, apo jo.